إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu si që meriton ai Gjalla Xhalalu. Selamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë, Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të çojmë salavat bi Muhammedin alayhi salatu wassalam 24 orë, neve nuk mundemi me i dal hakut ti pejgamberit që Allahu Jalla wa Ala na ka bërë të jem ummet i tij. Para se Allahu Jalla wa Ala t'ia dërgoj shpalljen Kur'anin famlart, në kohën e tij filloi shfrenim total i njerëzimit, një dalje totale nga rruga e Zotit Jalla wa Ala dhe lëshimi i rrugës së Ibrahimit alayhis salam, lëshimi i rrugës së Musës dhe Isait alayhima salam, sa që atë shumë mu përhape keqja, sa që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para se të vinte shpallja u izolonte nga populli i tij, atë që nuk mund t'i duronte të këqijat që u përhapën. Gjersa Allahu Jalla wa Ala e dërgoi si pejgamber për të gjithë njerëzimin, për të gjitha kohërat deri në kiamet, pasi që erdhi si pejgamber i Zotit tha: Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Dhe më të vërtet jam dërguar që t'i përsosi virtytet më të larta të moralit. Pra jam dërguar që t'i kthej njerëzit nga pellgu shtazarak, nga lloçi shtazarak të cilët janë fut në të, dhe t'i kthej në binar të shëndosh, t'ja tregoj moralin dhe etikën, t'ja tregoj njerëzorën, se cili është njeri dhe cili është kafsh, dhe se si njeriu duhet të jetojë me dinjitet. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jam dërguar me të vërtetë që ti kjo përsosi moralin njerëzve, pasi që ju ka humbë, dhe për këtë është i dërguar deri në ditën e gjykimit. Allahu Jalla wa Ala thot: laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah ju ka dhënë dhurat të madhe besimtarëve, kur nga mesi i tyre e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dërguar i tij. Nuk ka dhurat më të madhe për njerëzimin se sa Allahu që e ka zbrit Kur'anin tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha: yatslu alaihim ayati. Ai tha ja vlexon atyre ajetet e Kur'anit, ja mëson dinin, wa yuzakkihim, dhe i pastron nga lloçi shtazarak të cilën e kanë veç ata, wa yuallimuhum alkitab, ja mëson Kur'anin wal hikma, dhe urtësinë dhe sunetin e tij, hadithet e tij, wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, edhe pse më parë ata ishin në një humbje totale, në një humbje shkatruese. Pra Allahu Jalla wa Ala sa herë që devijoj njerëzia, duhet të kthehen Islamit, Kur'anit, në mënyrë që të kthehen në binar të shëndosh. Ibn Ashur, një prej ulemave të mëdhej të komentimit të Kur'anit, thot: moral do të thot njeriu me pas fetari të mirë. Fetaria e mirë arrihet duke e besu Allahun dhe të dërguarin e tij, duke mësu për Zotin tënë, për pejgamberin tënë, për ta praktikuar fenë të cilën Allahu Jalla wa Ala ka zbrit për njerëzimin. Pastaj thot: njohja të vërtetës nga e pavërteta. Pra morali mirë do thot me e njoft çka është e mirë dhe çka është e keqe, çka është e bardhë dhe çka është e zezë, dhe jo më të përzi këto dy gjëra. Morali mirë është të butësia e nefsit, me që njeriu i butë, i mëshirshëm. Pastaj thot, me që njeriu i drejtë është moral.
me majt drejtësi. Jo mi ushi të tjerëve drejtësi kur vetë se praktikon. Jo mi imponu të tjerëve në thojza drejtësin kur vetë e shkërmoq. Prej moralit mirë është drejtësia. Pastaj thot është sabri në sprova. Morali mirë është kur njeriu bën sabër kur e godel dhe një sprovë. Pastaj thot është modestia, përulja. Prej moralit të mirë është mu për ull para madhnisë së Zotit dhe jo me qenë mendje madh. Asketizmi, që do të thotë me u kënaq me pak që ta ka dhënë Zoti, është moral. Pastaj thot është falja ndaj të tjerëve, është moral. Pastërtia e trupit, e nefsit, e shpirtit, nga gjërat e dyta, është moral. Marrja, me pas marrë njeri. Marrë du të me pas njeri për gjërat të cilat veç mendje mi shku me i vepru është katastrofale, lemo mi praktiku. Du të me pas marrë njeriu në kokën e ti, në vetën e ti dhe në shpirtin e ti, sepse është prej moralit. Trimnia është moral kur e ka vendin e duhur. Jo me shit trimni me pleqe dhe me fëmijë. Heshtja kur du të me hesht është prej moralit. Me shira ndaj të veçlive dhe ndaj të mdhejve është morale. Sjellja e mirë me të tjerët kush do qofshin ata është morale. Fjala me vend është moral. Vendëshmëria në punë të harit është moral. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Nuk është prej neve ai i cili nuk i mëshiron të veçlit, fëmijët dhe nuk i respekton pleqt. S'është prej neve. S'është prej neve, dhe më thonë, nuk i ka cilësi të muslimanit. Për me qenë musliman i duhur, do të me mëshiru fëmijët edhe do të me i respektu e me të vjetrit. Këto fjalë, mi o thonë muslimanve nuk është shumë e madhe. Ajo që sot ndodh në dynja, neve na bën krenar që jem pjesëtar të dini. Do të mi thonë, elhamdulillah, Zoti që na ka bërë musliman. Dynjan me të dhanë Zoti, krejt dynjan me të dhanë. Dhe mos me të dhanë islamin edhe imanin. Kur gjë s'dvy. Kur gjë nuk dvy. Sepse njëri kur s'ja ka frikën Zotit. Kur nuk e beson Zotin. Kur largohet nga Zoti. Ka ma afru të shejtani edhe bon veprime të cilat as që ja vlen të përmende në hyrje vëllazë. Bon veprime të cilat goja e njeriu nuk mund me i qitë, leje mo me i vepru. Edhe shejtani ka mundësi çuditën me veprimet e tyre të cilat përshjellin çdo ditë në televizion. Prej kujt? Prej atyre të cilët ty edhe mu na shesin moral. Ty edhe mu na imponojnë edhe hytën cilën me majtë ndoshta. Me pas mundësi ata, hiç nuk shilon me vol për këto gjëra. Për arsye se e vërteta gjithmonë janë mbyll kotës derën. Kur thosh ti do të më respektu fëmin, ati i vjen, o vëlla, i vjen e madhe kjo punë, sepse ai tjetër sen do të më bëj me fëmijën edhe me të madhe. Kur ti çuditesh për masakrat të cilat janë bërë ndaj muslimanëve në Gaza dhe ndaj fëmijëve dhe pse ata s'kan rahmet, a pse pse s'kan rahmet? Se Zoti ja fshet vëllçkat në shesh. Për këtë nuk kanë rahmet. Ku ka mundësi me pas ai rahmet ndaj fëmijët, edhe ndaj plakut, edhe ndaj të varfërit, edhe ndaj atij që ka moral, që ka etik, s'ka mundësi. Prandaj një prej ulemave të Islamit bashkëkor thotë, ne do të kemi divergjenca të mëdha me të tjerët, me jo muslimanët. Kem divergjenca thotë. Mirë po thotë, para se t'ja u shpjegojnë atyre Islamin, du të më nxjerr njërë nga lloçi shtazarat të cilën janë zhyt ata, me i kthy në njerëzore njëherë, me i kallëzu atij që je njeri, nuk je kafsh. I ki dy kam, ti ka dhënë Zoti dy kam, dy dur, ta ka dhënë gjuhën gojën, fol, mos u bëj si qen me ecë me katër kam. Edhe me të lidh dikush me zinxhir. Se si e qen, Allah ka kriju njeri, du të mi u tregu atyre që njerëzin, ka thonë, du të mi marrë me i qitë me binarë të njerëzijut, të njerëzilakët, të natyrshmërisë njeriut. Mi kallëzu atyre që ti e njeri, dush me jetu me dinjitet,
Ky është fëmijë, duhet me respektu, jo me hangër. Ky është plak, duhet me mshiru, jo me lënë me vdekë në shtëpi të legjve. Kjo është drogë, nuk duhet me pi, jo me legalizu. Ky është prostitucion, duhet me ndalu, jo me legalizu. Kur t'i kthejmë ata thot në binar të njerëzimit, të natyrshmërisë së njeriut, atëherë i shpjegojmë që Allahu xhallahu ala është Zoti jot. E ka zbrit një Kur'an, ja ka dërgu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe duhet mu drejtu tek ai, duhet mu falë, duhet me dhënë zeqate, duhet me bakta dhe duhet me bërë. E nëse tek duhet me ju tregu. Për arsye se pasunia nuk të bën njeri. Përparimi shkencor nuk të bën njeri. Përderisa ti nuk e ke shpirtëroren, nuk e ke fe, nuk e ke dinin, nuk e ke imanin, atëherë nuk nje kufi. Edhe pastaj del nga gjithë njerëzorja. E Allah Zogjel pastaj ka mundësi që t'i shkatroj të gjithë për shkak të veprimeve të mendjeletve, sepse thot Allahu Jalla wa Ala, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Kur Allah thot duam ta shkatrojmë një popull, kur duam ta shkatrojmë një popull ose një vend, i urdhërojmë pasanikët dhe parinë e tyre që të jenë në rrugën e drejtë. Kur ata refuzojnë, vazhdojnë në degenerim total, thot fahaqqa alayhi alqawl, pastaj thot zbatohet dënimi i merituar kundër tyre, thot dhe i shkatrojnë krejtësisht. Pse Allah Azza përmend këto dy, parinë dhe pasanikët? Për arsye se këta i drejtojnë politikat njerëzore. Këta i definojnë dhe i kanalizojnë politikat ndaj popujve të tyre. Prandaj Allahu xhallahu ala thirrën masparja atyre ja drejton, që të drejtohen, sepse po të drejtohen ata. Allah është drejtimi i njerëzve të thjeshtë, po të devijojnë ata. Shikoni se çfarë veprime mund me bën njeriu. Shikoni çka mundet me bën mendja e njeriu. Ku Allah Azza wa Jalla në surën Tina thot: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Ne kemi kriju njeriu në mënyrën më perfekte, më të përsosur. Njeriu është i përsosur kur është në rrugën e Zotit. Thumma radadnahu asfala safilin. Pastaj thot e zbritëm atë në shkallën më të ulët. Zoti thot në një ajetin tjetër: Thumma radadnahu asfala safilin. Në shkallën më të ulët. E njeriu largohet prej shkallës së lartë në shkallën më të ulët, ku largohet nga feja e Zotit, ku largohet nga frika ndaj Zotit, ku largohet nga dinjiteti, nga morali, nga ajo që ka me dhënë përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala, që ka me dhënë nesër në ditën e gjykimit. Sepse një njeriu që e beson ditën e gjykimit, beson që ka me dhënë para Zotit të tij, ai nuk bën veprime të cilat goja e njeriu nuk mund të miqit nga goja. Lërë mo t'i veproj ato, edhe t'i mendoj ato. Sepse e din që ka me dalë para madhnisë së tij dhe me dhënë përgjegjësi. Prandaj dashur vëllezër, falenderoni Allahun ditë edhe natë që ju ka bërë pjesëtar të dini dhe na ka bërë pjesëtar të dini. Wallahi, wa billahi, wa tallahi, me inajt Allah të sejdë deri në ditën e kiametit, që në ka bërë musliman, nuk mujna me dalë hapët. Po, s'po kemi mirë qeni, heq bre, talë ha dhe të edhone, talë me hangër, kalamaç me hangër, që në ka bërë me rejetu me fjallën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Me ditë çka është Zoti dhe çka është dita e gjykimit, çka është i madhe dhe çka është i vogël, me jetu me dinjitet, me moral, që kur shkesh të shtëpia me fjet i qetë dhe rahat, s'ka nimet më të madh. Nimet më të madh nuk ka. Pejgamberi Zotit thot: "Ati që Allahu xhalla wa ala ja ka dhënë shëndetin, dinin, moralin, ja ka dhënë një shtëpi të cilën ai jeton. Ja ka dhënë një bashkëshortë me të cilën ai jeton. Edhe e ka bukën e gojës një dite. Është sikur se më i dhon dynjaja dhe çka kanë ta. Dynjaja të ka dhënë Allah. Ata dynjan e kanë krejt, po se kanë imanin, besimin, moralin, etikën. Çka ju vjen ajo? Çka ju vjen? Çka ju vjen ajo kur fëmijën e vet është në gjendje me shitaj?
e lere më për të tjerët. Andaj elhamdulillah që Allah në ka bërë musliman. E lusmi Zotin që të na ruaj nga degenerimi. E lusmi Zotin që ta ruaj shtetin ton, vendin ton nga degenerime të tilla. Të ruaj politikantët tonë të cilët janë postëqije të tjerëve shpesh dhe mundohen që vetëm ta lanë krejt dinin veç që të më thot ai mua që jam dikushi. E lusmi Zotin që t'i ruan, sepse mund me devijua njeriu, mund me rshit edhe pa pas hiç niyet edhe qëllim, sepse valat merr me veti. E lusmi Zotin që t'i ruaj. E lusmi Zotin që t'i kthjell mendjet e tyre. Punojnë për veten e tyre, për popullin e tyre, punojnë për neve dhe me qenjen tonë, t'i ruaj nga sherri shiraxhinëve, vendin ton, politikantët ton, njerëzit që na udhëheqin, ta ruaj vendin ton dhe rinin ton nga degenerime të tilla. Mësoni fëmijëve të juve tauhidin, njohurinë e Zotit, për Allahun, për pejgamberin, për moralin, për dinjitetin, në mënyrë që Zoti pastaj t'ju udhëzon në rrugën e drejtë, duke lutur Allahun xhalla wa ala që na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që Allah është i kënaqur dhe jo në rrugën atyre të cilët ai është i hidhruar dhe as në rrugën atyre të cilët janë të devijuar, duke lutur Allahun të na bashkojë në xhenetin e tij, ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.